Mbrëma. Në City Press, faleminderit për kohën. Urdhani ju lutem. Ky është vendi për ju. Atojeni, faleminderit për kohën. Të jeni sot në këtë pasditë me ne. Faleminderit shumë. Ka kohë që nuk keni pasur paraqitje publike në televizion. Ka qenë periudhë shumë e angazhuar e këtyre viteve, apo vendimi yti? Është vendimi im, ka mbi 5 vite që nuk kam dalë në televizione. Pse, nëse mund të pyes? Arsyeja angazhimet në punë në fakultet edhe ka qenë e pamundur që mu i përgjegjë thirrjeve. E kuptoj, mirë, po jam shumë e lumtur që neve patët mundësi të na thoni punë në këtë takim të pasdites, ku bashkë me të gjithë shikuesit të tentojmë që përmes profileve të ndryshme të dalim pak edhe nga ajo e përditshmja e punës, por të flasim edhe për pjesë të tjera. Dhe kur jemi te kjo, unë po thoja edhe shikuesve, profesionet si juaj meritojnë të heqim kapelen edhe neve kemi respekt për secilin prej atyre që është gjithmonë në gjendje të sakrifikoj prej vetes për të tjerët. Në rastet të tilla si kjo, plus juve keni vite bagazh, ju ka bërë puna që të ndryshoni pikpamjen për jetën, për dishmërinë, për gjërat e vogla, për kohën, për familjen, pas e disa gjëra që neve të tjerëve që si jemi të asaj fushë na duken tejet madhore. Po, të punosh mbi 40 vite përvojnë në shërbimet emergjente është një sfidë në vetë vete, po dhe në shërbimet shëndetësore. Këtë profesion e kam zgjedhur me dëshirën më të madhe, me qenë se unë konsiderohem si pioner i shërbimeve emergjente mjekësore. Gjatë shpalosjes të disa fotove, mund të shifet se sa ka qenë kontributi im në ofrimin e kujdesit emergjent mjekësor, në qasje të menaxhimit të rasteve emergjente, por paraprakisht duhet të potencoj që të punosh në shërbimet emergjente s'ka gjë më të bukur se të shpëtosh një jetë njeriu. E ajo është madhështia e çdo profesionisti të kujdesit shëndetësor në nivelin parësor, dytësor dhe tretësor. A është gjithmonë entuziazmi po i njëjtë si i ditës së parë ose si i vitit të parë? Varësisht mbarët edhe nga personaliteti, unë gjithmonë e kam rujtur atë qetësinë brenda vetvetit edhe në rast se ka qenë ndonjë rast i natyrës emergjente, gjithmonë duhet të punohet me qetësi. Në qoftë se punon me ngritje të tensionit nervor, atëherë mundësia e qasjes dhe ofrimit kujdesit emergjent mjekësor mund të gabojmë në hapat e trajtimit. Edhe zakonisht që 40 vite kam rujtë atë modestin, qetësin, dhe paraprakisht unë jam shumë modest në ofrimin e kujdesit emergjent mjekësor dhe mund të ballafaqohem me gjitha kategorit që nga kategorit të cilët nuk kanë mundësi dhe me shumë kënaqësi dhe me shumë përgjegjësi jam pranë njerëzve të cilët kanë nevojë për shërbime emergjente, sidomos ato ku nuk kanë ndonjë përkraje nga njerëzit e të tjerë. Dëshmuar kjo. Thatë se nuk ka gjë më të bukur se sa të shpëtosh jetë. Të kujtohen ose të kujtohet jeta e parë që ke shpëtuar nga rastet më të rënda? Janë qindra rastet punosh në mbi 40 vitet në shërbimet emergjente. E di që ka shumë nga ato të para si përvoja. Një prej rasteve të cilet mund dhe që ka arritë të mbijetoj pas një ore të humbjes së shenjave jetësore, në vitin 2006 një rast nga Mitrovica, pas një ore. Është diçka e rrallë kjo, doktor? Nuk janë të rralla, por varësisht mbaret qasja dhe menaxhimi se si fillohet në vendin e ngjarjes dhe gjatë transportit. Në atë kohë kryeministri ishte Bayram Rexhepi, indjeri, që kam pas shumë respekt, dhe më telefonon, thot, vjen një mik i imi, thot, që ka ndihmuar shumë popullatën e Kosovës, po ashtu edhe luftën, dhe ky person, thot, nuk duhet të vdes, për shkak se na nevojitet ende për ta ndihmuar jo vetëm familjet në nevojë, por edhe shtetin e Kosovës. Ka qenë ditë e premte, në ora 7:30, nga spitali Mitrovicës, dërgohet me autoambulancë në përkujdesje shëndetësore dhe kur arrin në Vushtëri, humbë shenjat jetësore dhe bjen në arrest kardiak.
momentin e ardhjes në shërbimet emergjente mjekësore, në pranë qendrës klinikën ullqtare të Kosovës. Me njerë kemi vendos të smurin në shtratin në reanimimit, ku kemi filluar zbatimin e masave reanimatore si pas standardeve të shoqatës amerikane dhe evropiane. Pas 1 orë 20 minuta kemi arrit të rikthejmë në jetë. Unë dhe Afërdita Gjigolli, prej 20 mjekëve kemi mejtë vetëm 2 persona. Nuk u pajtosha që ki djali i ri, domethënë të shkojnë në botën tjetër pa të paktën të provojmë. Doza maksimale që zakonisht e përdorimit një preparati që është 3 deri në 5 mg, unë kam arrit 10 mg të jap të në një dozë në bolus intravenos. Për një moment kemi përfituar përgjegje ventrikulare dhe pas 28 goditjeve, shok goditjeve elektrike, kthehet ritmi sinuzal i zemrës, zemra nga një aktivitet elektrik si te ujsharis dhe kthehet në zemrën normale. Edhe pas kësaj, ne vazhdojmë ekzaminimet laboratorike radiologike edhe shikojmë bebzat e syrit ende mbesin të zgjerura, se zakonisht kur bebzat e syrit fillojnë të zgjerohen në sekondin e 60, në minutin e parë, dhe truri mund të vujë pa gjak dhe pa oksigjen. Edhe përkundër kësaj, për shkak të aplikimit të terapijës agresive, bebzat e syrit gjithmonë kanë qenë të zgjeruara dhe përshtypja ishte domethënë se sa do arrin të mbijetoj. Shkojnë në kujdesin intenziv dhe informojnë mjekun kujdestar, thot doktor, thot po bjen njeri të vdekur në shërbim. Tash unë punën time profesionale, domethënë çam takon e kam kry, e kam rikthy punën e zemrës, frymarrjes në ndikimin e aparaturave mjekësore, e juaj është domethënë që të pranoni. Në ditën e 6, pacienti del nga respiratori, nga pajisjet mjekësore të cilat i menaxhojnë rrugët e avancuara të frymarrjes. Në ditën e 8 shkon në njësinë koronare dhe në ditën 21 merr rrugë për në Gjermani, ku takon një mjek nga Sarajeva, thotë si është e mundur domethënë pas 1 orë 20 minuta të bëhet ringjallje. Thotë unë për herë të parë, thotë unë duhet ta falenderoj atë kolegun, ai doktorin nga në Gjermania, kemi komuniku në gjuhën bosnjake, është falenderuar, thotë asgjë më tepër nuk kam mujtë me bo, kam bo një koronografi selektive për me shikuar se sa kanë qenë të mbyllën arteriet koronare, dhe zotri Kemali ka jetuar në 6 vite, mas 6 vite kanë ndru jetë. Kjo është një prej rasteve që mund t'i potencojmë dhe shumë rastet të tjera. Prandaj dhe nuk dua të harroj atë fjalën e ish-kryeministrit Bayram Rexhepi të ndjerë, thot doktor, të lumt dhe të falenderoj për shpëtimin e një jete. Dhe në qoftë se doni me verifikuj, ekzistojnë të gjitha dhanat dhe në bazë kush është ai person, edhe janë familja Broja nga Mitrovica, të cilët janë shumë të nderuar dhe na respektojnë. Është e pamundër që brenda vitit mos të bëhen disa telefonata, të paktën të pyesin për gjendjen time në jetën e përditshme. Mirë, ndodh shpesh edhe me të tjerë pacientë të cilët shpëtojnë nga duart tuaja edhe gjatë gjithë kohës tentojnë që ta mbajnë me ju kontaktin, vetëm thjesht për t'ju shprehur atë mirënjohjen edhe respektin e pafund që janë akoma një. Unë nuk duhet të flas vetëm në njëjës, po duhet të flas në shumëse, domethënë që përveç unë edhe kolegët e mi arrin domethënë që të bëjnë punën e tyre, mirë po përkushtimi ndaj rasteve të cilet janë me rrezik jete, kërkon njohuri dhe aftësi profesionale, edukim dhe trajnim, sidomos duke i përshtatur standardeve për menaxhimin e rasteve kritike. Në qoftë se nuk përcjellet literatura shkencore, në çdo 5 vite bën rekomandimet, revidimet, riplotësimet për shërbimet emergjente mjekësore dhe përcjellja e këtyre rasteve na ndihmon që të paktën ti menaxhojmë ashtu siç kërkon edhe shoqata amerikane po edhe evropiane.
Më thash që sot do të flasim edhe për profesionin, por edhe atë që jeni ju për te profesionit. Nëse kthehemi pak nga rënjët, ju jeni nga Karacheva, apo jo? Unë jam nga për regioni Ana Moravës, në më thonë komuna Kamenicës. Fshati Karachev është në perëndim. Fshatri Karachev njihet si fshat i cili i dzehev. Me qenë se ajo pjesë është e pasur shumë me kaolin. E dini që viteve në ish Jugosllavi i gjithë ajo hapësirë është e cila ka qenë tokë përpunueshme e kaolinit, është shfrytzuar për pllaka dhe për mjetet e porcelanit. Unë në shkollën fillore kam mbaruar në fshat, 8 vite, 2 vitet të fundit të shkollës ka qenë mësimi orientuar, kam kryer në fshatin Aragan, edhe çka mund të potencoj, edhe çka ka qenë pak ma e rëndë, me qenë se unë kam udhëtuar 3 kilometra, dhe më thonë nga fshati im deri në shkollën e mesme. Problemin më të madhë gjatë kësaj periudhe e kam pas ecja, dhe më thonë, në rrugë, sidomos kur fillon të nëndori, dhjetori, janari, shkurti, marsi, që nuk kalon të asnjë vetur, ke mujt me takuar në rrugë, ke mujt në rrugë me taku qenë endacak, edhe një moment mas i mbarova mësimin, edhe u pyeta tek një profesor që ka qenë deputet në legjislacionin e parë në Gjataregja, edhe në tema ka qenë bakti dhe bujqësi. Edhe orari, do më thoni, mësimit ka përfunduar në ora 20. Dhe duke kaluar rrugës, pash një tumb të qenve, edhe arrita, do më thonë, të kaloj këtë rrezik, edhe kur shkova në shtëpi, pi thamë nanës së ndjerë, unë prej sodit nuk do të shkoj në shkollë. Për arsye ndëgjoj se kisha frikë. Atëherë një vëllau i dytë më ka përcjell, dhe më thonë, mas mbarimit të mësimit, edhe kur vinte ajo pjesa pranverës edhe verës, ka qenë një gjë më e bukur, me qenë se ka qenë ditë dhe gjithmonë kemi mbri me kohë. Pas kësaj, kam regjistruar shkollën e mesme të mjekësisë, kam qenë kandidati i parë në listë, dhe më thonë, të pranohet një djalë që vjen nga fshati, duke parë edukimin e qytetit që dallon si nata me ditë, dhe kam qenë i pranuar në listën e parë. Në shkollën e mesme të mjekësisë kemi qenë, besoj që një ndër gjeneratat më të mira që ka pas në atë kohë në Kosova, kanë qenë 5 paralele, të gjithë kanë qenë të shkëlqyeshëm. Edhe një gjë, dhe ishte zakonisht ne që ishmi nga fshati, nga këto që ishin nga qyteti, pak na konsiderojshin si të... Kishin pak atë përbuzin, a? Pa, kishin atë përbuzin. Kur fillum të bët notimin, dhe më thonë, në lëndët përkatëse, kur i morëm peshet, atëre ram me një pikë edhe u bashkum edhe arritëm objektivat. Atëre kuptuan që s'ka rëndësi nga fshati apo qyteti, më rëndësi t'jesh nxënës i dalluar. Pre nga ju erdhi vendimi për të vazhduar në shkollën e mesme të mjekësisë? Ishe i shtyrë nga dikush në familje? Ndëgja, më ktheva këtë nostalgjin, i ndjeri prindim ka pas një mik dhe shok i cili ka qenë teknik që ka mbaruar edukimin dhe trenimin në ushtri. Ka qenë i lazë bjemri nuk më përkujtohet, edhe kur regjistrova shkollën para se me regjistru shkollën e mesme të mjekësisë, më dhanë një si dhurat, një tenziometer me zhivë. Edhe ende kam dhe ruj me nostalgji, tha ti djallë, tha në të ardhmen keme qenë mjekë dhe keme na shëru. Po ashtu, ideja ka qenë edhe 2 prindve, me qenë se unë konsiderohem si nga familje mjeku i parë, dhe më thonë, në familje. Pas kësaj periude, lindin disa problemet, të cilat në atë periudën kohore ishtë sistemi
komunist, unë jam djalë i cili kam konkuruar 7 vite në fakultetin e mjekësisë. Në vitin e 7 kam regjistruar dhe besoj nuk e ndonjë kandidat që ka konkuru ma tepër se në fakultetin e mjekësisë, edhe kam plotësuar testin 100%. Më përkujtohet, ka qenë ndjeri patolog dekan, Hashim Maloku, edhe i thëtë sekretarës, thëtë me tirë këtë studentin, thëtë se ka kopju. Edhe kur ishin befasum si 100%, a? Është e pa mundë, ndëgjë edhe njerës të cilit janë të gjithë dishëm. Nuk u mërzitet, një thani erë unë e kom punua ditën atë, tash ndoj ju të regoj si e kom ndërtu karriera, dhe karriera nuk ndërtohet mbrenda ditës dhe mbrenda natës, po dun dite, jave, vite edhe decenje. Më tirë dekani edhe mendoj që kam i thonë. Ta munot dekan ta testi anullohet edhe këthesh mrap. Tash, ka mundësi vetëm një fjalë, një sekundë, bre një fjalë me madon. Tash, o babën në varë kam edhe nana në visë. Në atë moment ka i profesor Jusuf dhe Dushaj, që më ka thonë në shkollën e mesme të mjekësisë, edhe i ka thonë profesorit, ke kujdes ndaj këtij djalit. Unë e kam pas në shkollë të mesme, ka qenë një shkelqysh. Edhe ndjeri dekani, thëtë provimin e patologjisë ki me dhonë të kune. Unë kam arrit me dhonë patologjinë dhe kam marrë vlerësimin maksimal 9. Pas andej, kam baruar fakultetin e mjekësisë, kam regjistru magistraturën, doktoratën edhe kam vazhduar në zhvillimin e shërbimeve emergjente mjekësore, po ashtu qëllimi kryesor i im në këtë periudhë kohore gjatë aktiviteteve shëndetësore ka qenë përmirësimi i cilësisë së shërbimeve emergjente mjekësore, ngritja kapaciteteve profesionale për të ndërtuar një sistem unik shëndetësor efikas të bazuar në shkencë dhe në etikën profesionale mjekësore. Fatkeqësisht, baba i ndrojet dhe si me thonë nuk e priti këtë atë kulminacionin e përmbylljes. Deri në këtë periudhë, sa nuk kam mujtë të regjistrom në fakultetin e mjekësisë, unë kam punuar si infermier në shërbimin e ndihmës së parë. Edhe bazat e ndërtimit të një personalitetit për ofrim të kujdesit mjekësor emergjent i kam marrë nga ndihma parë. Dhe gjithë shoqërinë, miqtë dhe shokët i kam nga ndihma parë, jo nga qendra klinike emergjente mjekësore. Dhe ati kam arritë, domethënë që të punoj me një numër të madh të profesionistëve të kujdeseve shëndetësore. Duhet ta bëj pak një dallim. Në atë kohë ka qenë një tenziometër, një stetoskop dhe një EKG. Kemi arritur të diagnostifikojmë për shkak se të gjithë ato mjekë dhe infermiere kanë njoftë pasqyrën klinike të smundjes mirë. I kanë njoftë smundjet. Sot, me një bagazh të madh të analizave laboratorike, pajisjeve mjekësore, radiologjike, klasike dhe të avancuara, arrim që të bëjmë dallime në sferën e trajtimit. Në atë kohë, në qendër klinike universitare nuk është, s'kemi pas të drejt me dërgu në atëre ka qenë shërbimi i pranimit të kirurgjisë dhe internës të ndama në degët kirurgjike dhe internistike, për shkak se ndëgjë dhe mjeku kujdestar profesorit ka thirrë, thotë pse ke dërgu rastin pa kriterë dhe pa vlerësim. Kurse sot të gjitha qendrat e mjekësisë familjare, edhe në mesin e tyre ka shumë mjek, mirë po duhet i marrim përgjegjësitë që të paktën çdo rast që dërgohet në shërbimet emergjente pranë qendrës klinike universitare të Kosovës duhet të ketë një bazë, domethënë të delegimit. Po tregonim një etapë të jetës në cilat ju shfaqen të jetë me një pasion të hekurt për punën edhe për profesionin. A ka pas në një moment, Zotri Lenjani, kur gati keni qenë afër dorëzimit, pra ndonjë situatë të vështirë, mbase mund të ketë qenë edhe personale që mund t'ju ketë luhat pak për ta mendu të paktën të hiqni dorë nga kjo? Jo,
Asnjëherë. Unë kam qenë çdo herë i qëndrueshëm. Edhe këtë punë e kam bërë me profesionalizëm, me ndershmëri. Unë jam i vetmi profesionist i kujdesit shëndetësor që kam punuar në normalitet. Edhe kur në jetë nuk kam shikuar sferën e interesit. Arsyeja pse? Kam dashur të ndërtoj një bagazh për kalamajt e mi, për fëmijët. Unë i kam 3 kalamaj, 3 fëmijë. Dardani është mjek, dëgja me profesion, është asistent në fakultetin e mjekësisë i angazhuar edhe punon në kujdesin paliativ. Është djalë që ka prit më tepër se 4 vite për me hyrë në punë. Me student, domethënë shumë i dalluar. Djali i dytë, Liriani, është student i stomatologjisë, ka mbaruar me notën mesatare 9.50. Dhe vajza Entela është viti i 4 në fakultetin e mjekësisë. Edhe një gjë, po ju tham, po ju garantoj, asnjëherë nuk jam involuar në avancimin e tyre. Meritet më të mëdha i ka nusja, jo unë. Me qenë se unë kam qenë drejtor klinike disa vite, angazhimet kanë qenë më të mëdhaja, unë në mëngjes kam shku në punë dhe në mbrëmje. Edhe meritet të cilet i ka edukuar edhe i ka rritur edhe i ka arsimur është merite bashkëshortës. Më vjen shumë mirë kur i dëgjoj kështu thënë publikisht. Edhe ajo është nga fusha e mjekësisë. Domethënë stomatologe, punon në qendër kryesore të mjekësisë familjare. Prandaj edhe Iliriani, i cili ka qenë 2 herë në Amerikë, ka arritë të takoj njerëz dhe shqiptarë atje, edhe të paktën kur e kanë dëgjuar për emrin tim, edhe ka qenë shumë i nderuar, i kanë respektuar. Për shkak se profesioni në shërbimet emergjente të krijon miq, ndëgjoj. Në qoftë se sillesh mirë me palë dhe me njerëzit të cilët kanë nevojë për në ndonjë shërbim, atëherë njerëzit në një periudhë të caktuar do të tregojnë respekt dhe ndërgjegje ndaj personit i cili ka ofruar të paktën një ndihmë. Nuk e dyshoj që thatë që edhe për djali, po të gjithë janë krenar me ju, po duket se edhe ju jeni më tepër se krenar me arritjet e tyre, edhe me mënyrën se si ata janë sot, jo veç nga aspekti profesional, por si fëmijë të edukuar, e që ju bëjnë krenar për çdo ditë. Thatë që është shumë e rëndësishme, sepse gjatë kësaj përvoje fiton edhe gjatë kësaj pune fiton shumë miq. Pra, nëse di të sillesh. Në rastet të tilla kur njeriu po lufton për jetën, ata që presin me plot ankth dhe ethe janë familjarët, pranë. Sa përfshiheni emocionalisht në momentet e takimeve me ta, apo informimit të tyre mbi gjendjen e familjarët? Du të plotësoj, domethënë, dhënia e lajmit të mirë dhe dhënia e lajmit të keq. Tek lajmi mirë, ndëgjë, para shërbimit emergjent mjekësor, pret një nanë, një vajzë, një motër, një vlla, një mik, që të paktën interesohen për familjarë për gjendjen shëndetësore. Për lajmet e mira, do më thonë, është një komoditet. Për lajmet e këqija, çdo profesionist i kujdesit shëndetësor nuk duhet të jep aty për aty lajmin e keq. Të paktën të thirrë palën, të bisedoj, do më thonë, për natyrën e smundjes, trajtimin, ku ka fillu, me çka, në cili trajtim, a ka qenë kirurgjik, në kohët fundit, cilit kanë qenë ankesat, problemet gjatë trajtimit, edhe komenti, do më thonë, i profesionistit të kujdesit shëndetësor, do t'jeshte kështu. Edhe për kundër angazhimit tonë profesional, për kundër përdorimit masave reanimatore, banave, materialit shpenzus, shërbimet e konsulencëve radiologjike, laboratorike, ka qenë pa mundur të rikthehet në jetë për shkak të ndërlikimeve të cilat ka dhënë një smundje e caktuar. Edhe në këtë mënyrë ndëgjoj, mënyra ma e butë edhe të paktën që të paktën i përgatit. Edhe dhënia e lajmit keq atak mund të shkakton tensione psiqike, dhe më thonë, edhe dhimbshmëri, edhe shpesher mund të krijon skenet pa parashikueshme në shërbimet emergjente mjekësore. Unë kisha pas në dëshirë të i komentojmë këto fotografi. Këto janë trajnimet e cilet i bëjmë në nivelin shëndetësor,
emergjent gratis për gjithë profesionistë e kujdesit shëndetësor poshtu edhe në komunitete. Kjo fotografi është në shërbim. Kjo është një ligjëratë e organizuar në telemjekësi për profesionistë e kujdesit shëndetësor në lidhje me arrestin kardiak. Mënyrën e përdorimit të defibrillatorit të jashtëm automatik, të gjitha shërbimet emergjente në nivel të Kosovës e kanë këtë aparatur, nuk e përdorin. Përdorimi defibrillatorit të jashtëm automatik është një pajisje mjekësore letë e përdorshme e cila Pse nuk e përdorin? I din ato, i din shefat dhe drejtorat. Më vonë do ju të regoj pse ne nuk arrim të përdormi pajisjet e cilat. Kjo Ndalni pak se po me ecin shpejt, në ndalni të një fotografi tjetër. Kjo fotografi është në Tiranë, këm qenë në edukim dhe trenim. Këm qenë të profesor Rifat kardiokirurg, Rifat Lari, i pari në Shqipëri që ka bo bypassin. Ne kemi qenë një grupë studentët në Shqipëri dhe kemi punu ditë e natë për arritur njohuri dhe profesionale. Ka të freskë memorien të përgëzoj. Kalojmë me një fotografi tjetër që ishte më herë diçka nga këto më të vjetrat, po pa të mundësi. Këto është një konferencë mjekësore, unë i marrë pjesë në shumë aktivitete shkencore, si jashtë edhe mbrenda Kosovës. Okej, më ndalni këtu. Edhe këtu fotografi është mos vetëm pak, se nuk po shikoj. Kjo është fotografi kur kam qenë në Bajana. Kam qenë mjek përgjithës për 3.000 banor. Asë një vdekje nuk kam pas. Kur ka arë minister gjatë kohës egzodit, prej 3.000 vetëve, kam pas mbi 200 pacient, asë një vdekje, edhe kur ka ardhë ministri punëve e ministri shëndetësis, edhe patë protokollin të ndarë me smundjet internistike, kirurgjike, me smundjet tjera, edhe me smundjet infektive. Thotë, doktora, këni punu ju, nuk ta maskund. Edhe vizita e dytë ka qenë e vokerit. Edhe kur e pa këtë nusën shtatzan, po thotë ta, pse mërë doktor ta, nusja ta duhet lind atje, tani masandej vokeri e ka organizu zë bashku me doktor Maksin nga Holanda, që nusja ka lind në Holanda dhe kemi nejtë vetëm 10 ditë dhe përsëri jemi këty. Fotografia e radhës. Nduket se kaq kishim, a? Ja, ka Apo dhe kemi edhe të tjera? Të e përmëndëm. Kjo fotografi është në ndihmën e parë të qytetit. Shikoni në gjithë thirrjet të cilet në qendrën dispeqerike duhet të punojnë njerëz të cilët e njohin smundjet, të gjitha smundjet. Se zakonisht pala kërkuese për shërbime emergjente mund të jetë e frustruar. Çka mund të bëj dispeqeri në rast se na ndodh një arrest kardiak, unë thras shërbimin e ndihmës së parë ose urgjencën e qytetit. Thot, pacienti apo merr frymë, jo, si ka bebzat e syrit. Shiko në qafë, palpoje pulsin, a ka puls, nuk ka. Thot, shtrije viktimën në pozitë shtrije në shpinë. Merë pozicion të ullën në gjunjë, vendos dorën edhe djatë ose të majtë në qendër të kafazit të krarorit. Shtyp, shport, shpejt, fort në mënyrë ritmike. Mësën familjarin deri sa të vinë shërbimet emergjente mjekësore. Në momentin, asë një mënyrë në gëzën. Kjo është një zakonisht në konferencën e radhës, kam arrit të ftoj një norvegjez në lidhje me këtë problematik, se si arrin të ullin vdekshmërin të arresti kardiak në rrasë ndodhë në shtëpi, që të paktën minutat e artë. Minutat e artë janë 3. Po që se viktima humbë shenjat jetësore mbrenda 3 minutave, ekziston mundësia dhe më thonë 75% të rinjallën. Kalon minuti 4, 5 dhe 6, vjen deri të gëdëmtimi i qelizave të indit tronor. Edhe për kundër rinjallis zemrore, truri vdes dhe fitojmë persona në koma vigjile.
Duhet mos të harojmë nga viti 2007, kam arrit të takoj një djalë nga Vlora, është mjek i emergjencës, ka punuar më tepër se 18 vite në Torino, është kthy në vitin 2007 për me rregullu sistemin e urgjencave para hospitalore. Nderuari është doktor Skënder Brataj, që në vitin 2007-2011, tha doktorati të fillojmë, tha diçka të punojmë, se të në vdesin, tha djemë të rinë në rrugë, në rast të ndonjë aksidentit, në trafik, në rast të rrëzimeve nga lartësia, gjendjeve aksidentale, sidomos të smundjeve. Ne filluam, nuk e keni paraqitur atë figurë, atë fotografi, filluam me trajnime në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Preshev edhe në Malzi. Kemi arrit të edukojmë profesionistë e kujdesit shëndetësor ati ku ka pas komunitete shqiptarë. Po ashtu në këtë grup ka qenë përveç doktor Skënder Brataj, doktor Fatos Ollashi, neurokirurg, profesor i shumë i nderuar, Agron Dogjani, është kirurg abdominal, është pro-kosovare, është nga Kuksi, dhe unë së bashku, për kundër kësaj, dhe më thënë, ne kemi filluar deri këtë aktivitet deri në vitin 2019. Me fillimin e pandemisë, ishte pa mundur të organizohem. Edhe një gjë nuk mund të haroj që i kanë ndihmuar Kosovën, është doktoresa Esen Jusal, është shoqërime gjeneratës, do më thonë me përkatësi turke, në shkollë të mesme kemi qenë bashkarisht, po edhe në studime, në viteve 90, në gjatë shkatrimit të sistemi shëndetësor, ka ikë në Izmir dhe është bë drejtoresh e qendrës nacionale, dhe më thonë Urla Center për edukim dhe trajnim të stafit mjekësor. Aja ka arrit të përthit 400 profesionistë e kujdesit shëndetësor të edukohen në qendrën nacionale Urla Center, dhe me ndëron për çdo respekt që aja gru ka bo maksimumin, edhe tash, edhe në ditët e sotme, banë shumë për Kosovën, për shkak se thot, si që thot, ajo thot, ati e mëritë dhe gjitha andrat i shof ati në Kosovë dhe në Prishtinë. Doktor, nuk e di, nga njëherë kryohet kjo përshtypje, shpeshherë dëgjojmë qytetarët të cilët drejtohen për qendra, për të marrë ndihmë mjekësore, edhe kur e shohin, e kanë këtë paragjykimin, shohin dikë më të ri dhe sikur i zbehet nga pak besimi, edhe gjithmonë kërkojmë, dua një doktor më të vjetër, me më shumë përvojë që të më trajtoj. Duhet të hiqet kjo, pra s'do të thotë që mosha... Ky paragjykim është i gabuar se në mesin e mjekëve të rinë dhe infermierëve ka fëmijë që kam njohuri shumë të mëdhaja. Unë vetë punoj në arsim më tepër se 36 vite në arsim, edhe për kundër kësaj unë jap maksimumin sidomos për profesionet të cilët janë të dobishme për shoqërinë. Në mesin e tyre mund të ketë edhe profesionistë të cilët pak angazhohen, nuk tregojnë ndonjë interes. Po qëllimi kryesor, qëllimi kryesor si ta ndërtojmë një sistem të mirëfillt shëndetësor. Për ta ndërtuar një sistem të mirëfillt shëndetësor, edhe të mos na ikin njerëzit jashtë. Kosova ka kapacitete, po ju dëftoj, edhe po ju garantoj që kemi mundësi dhe më thënë të gjitha punët me kry, përveç punët të cilët janë të natyrës nën qeliz, të cilët kry në laboratoret moderne. Ngritja kapaciteteve në rend parë. 2. Sigurimi i burimeve njerëzore. Ne nuk mujmë të prodhojmë mjek, posa e përfundon në mjekësinë dhe me njerë me që në shërbimin mjekësor emergjent me punu apo në qendrat e mjekësisë familjare. Në bazë të standardeve dhe kritereve, këto fëmijë
këto doktora të ri. Këto infermierë duhet i kryen kurset bazike për të mbështetjes themelore të jetës. Janë kurse gratis. Unë jam i gatshëm në çdo kohë, në çdo moment, në çdo qytet të Kosovës që të ofrojmë mbështetjen themelore. Kur e edukojmë këto persona për mbështetjen themelore, për mbështetjen avancuar, për traumë, ato janë në gjendje të menaxhojnë. Për mbarë me një rast të thjeshtë. Në rast se kemi ndonjë traumë, 3 gjëra me rëndësi kanë me bo në vendin e ngjarjes. Ndalo gjakderdhjen, hap liro rrugët e frimarjes, imobilizo kokë, qafë dhe bosht kurizor. Çka do me thonë? Me këtë ju keni arrit me shpëtu një jetë njeriu. E të regoj dhe një rast djali 2016-17, pleurati në atë kohë ka pas 12 vjetë. Aksident komunikacioni tek kolegji e rezonanca. Vinë 2 prind e ti të aksidentum, kur e sjellën në djali, gjithë ftyre, do më thonë, ka qenë lëkura e larguar. Patmërësisht, do më thonë, a djali në atë kohë kënë specialistët e orolojës, edhe është bërë 3 hapja kësaj gropës, 3 keostoma. Për 2 minuta, do më thonë, ka arrit të nëmbjetoj. Dhe a djali, ndëgjë, kam arrit të takoj pas një 6 viteve, me gjithë prindet, edhe më dalë në rrugë. Thot, ti nuk mund është me hecë asë një apë. Thot, shatë kom bo, unë, bela, ndoj nga tres. Tha jo, doktor, tha, shiko këtë djalin, tha, kjo është pleurati i cili ka qenë i humbër në jetë, po e kemi këty. Ki ka qenë një rasteve, dhe më thamë, ma të dhimshme, që ma afër ishte vdekja se sa jeta. Sot pleurati është profesionist i mirë në fushat e ekonomisë, edhe shpesher në gjomi në telefon. Vjen shumë mirë për këta. Doktor, faleminderit shumë për kohën fillimisht, faleminderit që ndave, unë po them pak nga shumë eksperienca e përvoja të cilat ju keni kaluar për këto mbi 20 vite. Po sinqerisht e vlerësoj kohën tuaj sot dhe faleminderit që ishe në emision. Faleminderit dhe du me dhoni një mesazh. Tjetër. Për televizionin e juaj. Ju duhet i angazhoni të gjithë profesionistët e kujdesit të shëndetësor, që në rand parë të bëjmë një edukim të populatës, të organizoni emisione, qoftë për arrest kardiak, për një goditje në tru, goditje në zemër. Unë jam i gatshëm që brenda muajit, po jo teori, të bëjmë në mënyrë praktike, dhe më thënë në vend ngjarje, se si duhet të veprohet. Ne kemi filluar para pandemisë me televizionin e RTK-s, mirë po për shkak ndryshimit të struktura ka qenë e pamundur. Do ishte shumë e mirë, dhe më thonë që vazhdojmë edhe me edukimin në pjesën e mjekësisë. Jemi gjithmonë të hapur, çka do që mund të bëjmë për informimin e qytetarëve, sidomos